Big Brother ka mbaruar, por jo vëmendja dhe dëshira e publikut për të mësuar më shumë për personazhet. Por ai, Kingu, fituesi, që pas daljes nga Big Brother, është në një heshtje, thua ti, në një heshtje zgjedhore. Nuk ka pasur asnjë reagim në rrjetet sociale për të treguar më shumë, por pas videove që ka postuar me koncertet të turit të tij që po mban në Europë. E kam gjykuar dhe e kam menduar që ky largim nga rrjetet sociale dhe ky fokusim vetëm në koncerte për Gjestin do të ishte një e mirë për të, por ky largim dhe fokusim me njerëzit që e shikojnë vetëm në koncerte, për mua do ta dëmtoj paksa. Pasi jo të gjithë mund ta ndjekin në koncerte dhe ndjekësit e tij më së shumti, fansat e tij i kanë në Instagram, aty ku çdo ditë më shumë ato postojnë fragmente dhe video nga i gjithë rrugtimi që ka pasur në Big Brother, nga mungesa e postimeve dhe materialeve aktuale. Besoj që ky largim i Gjestit po e shuan paksa edhe kuriozitetin dhe impaktin, pasi nuk ka se çfarë të flitet dhe nuk ka se çfarë të dëgjohet apo të komentohet për Gjestin. Pritet që ai të rikthehet me një këngë të re, duhet të ishte rikthyer duke parë dhe të gjithë audiencën dhe famën që ai ka pas 2 Big Brotherve që kaloi, e me sa duket, ky material do të vënoj edhe do të gjej kohë për të publikuar në një moment ndoshta më të përshtatshëm, sipas mendimeve që mund të ketë grupi që menaxhon tashmë Gjestin. Por do ta lidh këtë troç me një situatë që kam parë ditët e fundit, më saktë me Hatin, e cila në një rrëfim që ka pas për Andale ka thënë që unë nuk e kam dashur shkollën. Është pikërisht mungesa e shkollës që është gjykuar Gjesti nga disa ish-banorë dhe është vënë me shpatulla pas muri, duke dhe kritikuar apo duke hedhur edhe balë mbi fitoren e tij, pasi për disa ai nuk është një figurë që duhet promovuar apo, siç ka thënë edhe Laerti, nuk ka qenë një figurë që ka merituar fitoren. Por ku është Hati dhe ku është Gjesti sot, janë të dy në qendër të vëmendjes, në rrugtime të ndryshme, por janë të dy në qendër të vëmendjes. Hati është e vetmja që ka vizituar TikTok-un në Shqipëri dhe nga kjo punë ajo ka treguar që ka të ardhura financiare, të ardhura që ndoshta nuk do t'i arrinte me një profesion që mund t'i vinte si pasojë një shkollimi, por sa kohë gjatë do të jetë ky përfitim, kjo nuk dihet, pasi edhe nëse ke mbaruar një shkollë dhe në një punë, asnjëherë nuk i dihet se si do të vijojë rrugtimi jot. Por nga gjithë kjo eksperjenca që më ka pëlqyer nga Hati që e lidh me Gjestin, është përvoja që e ka marrë në menaxhimin dhe në shitjen që ai bën produkteve që reklamon në rrjetet sociale. Pra është një personazh që shet, ndërkohë edhe Gjesti ka armën e tij më të fortë, këngën që shkon tek çdo publik, tek çdo grup dhe tek çdo njeri, dhe padyshim me të gjithë karizmën që e ka treguar gjatë rrugtimit të tij në 2 Big Brother, e shtojnë dhe kompletojnë të gjithë figurën e tij për të qenë i paharruar dhe për të qenë dominant në tregun roz dhe në tregun e muzikës. E sa i takon raportit e tij me Eglit, raport shumë i diskutuar më së shumti tani më që Big Brother ka mbaruar dhe të gjithë janë kurioz për të ditur a janë bashkë dhe si është raporti i tyre. Ka një heshtje totale të dy personazheve, si nga ana e Eglit edhe nga ana e Gjestit. Eglin kemi parë duke postuar një video dhe një fragment nga kënga e re që do të sjellë, ku autore do të jetë Fifi, ndoshta edhe në një bashkëpunim të dyja, duke bërë një super këngë që padyshim do të mbizotërojë tregun veror dhe do të jetë një këngë që do ta dëgjojmë çdo ditë. E sa i takon personazheve të tjerë, është një informacion që unë e dija, por nuk e shpërndava, Gerta dhe Loredana do të jenë në emisionin Goca dhe Gra. Ky rikthim i minjëhershëm vjen pas një eksperiencë të vrullshme dhe të fortë që të dy këto personazhe, si Gerta edhe Loredana, të dyja u pa nga publiku si finaliste dhe pse nuk e prekën finale, vijojnë të jenë ndër personazhet më të komentuar dhe tani më të gjithë ndjekësit e tyre dhe personat që i kanë pëlqyer në rrugtimin që kanë patur në Big Brother do ta kenë më të lehtë, pasi mungesa do të jetë fare pak ditë, kur do të nisë edhe emisioni Gra dhe Goca, ku Gerta dhe Loredana do të jenë pjesë e pesçes së vajzave dhe grave që do të drejtojnë këtë emision në Top Channel.